Bazuar në nenin 98 paragrafi 2 i ligjit për zgjedhjet e përgjithshme në Republikën e Kosovës, rekomandojmë themelimin e Komisionit për shqyrtimin e kundërshtimeve administrative të parashtruar kundër njoftimeve për regjistrimin e votuesve jashtë Kosovës për zgjedhjet për Kuvendin e Kosovës që mbahen me 28 dhjetor 2025. Komisioni do të ketë detyrë për shqyrtimin dhe trajtimin e të gjitha kundërshtimeve të paraqitura nga personat që jetojnë jashtë Kosovës, të cilëve është refuzuar regjistrimi për votim jashtë vendit, si dhe shqyrtimin e kërkesave për ndryshimin ose korrigjimin të procesin e regjistrimit, në përputhje me rregullorën dhe procedurën e aprovuar nga KQZ. Në lidhje me këtë, rekomandojmë që si anëtari të Komisionit për kundërshtimin administrativ të jenë zyrtarët në vijim nga sekretariati i KQZ-s, Emira Alushi kryesuese, Xhemail Peçani anëtar dhe Rilend Kryezia anëtar. Faleminderit Besnik. A ka dikush diçka lidhur me këtë rekomandim? Nëse jo, hedh votim kush është për? Të me vota për, miratohet. Pika radhës drejtor? Po, pika radhës ka të bëjë me rekomandimin për zhvillimin e procedurave emergjente ekstreme për aktivitetet e përkushtimit që lidhen me zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës. Siç e dini, me datën 20 nëntor 2025 është shpall data e zgjedhjeve me datën 28 dhjetor 2025, që prapërsisht i bie rreth 40 ditë dispozicion për organizimin dhe administrimin e procesit zgjedhor. Duke u bazuar në ligjin për prokurim publik, përcaktohet që për shkak të emergjencave ekstreme që janë shkaktuar nga ngjarje objektivisht të verifikueshme, të cilat nuk kanë pas mundësi të parashikohen me arsye nga autoriteti përkatës kontraktues, lidhur me këtë ne rekomandojmë që për 18 aktivitetet e prokurimit që janë përfshirë edhe në planin e buxhetit për zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës, rekomandojmë që për këto aktivitete të zhvillohen procedurat emergjente ekstreme, në mënyrë që me mujtën sepse lidhen edhe me implementimin e aktiviteteve zgjedhore. Muj edhe mi lexu me rënd cilat janë, po besoj që keni pas kohë dhe mi lexu me qenë se dokumentin e kom dërguar dje, do të bëhet fjalë për 18 aktivitete të kësaj. Faleminderit. Puna i lirë. Faleminderit, kryetar, përshëndetje të gjithëve. Po ne kem qartë sa i përket çështjes këtij propozimi për shkak edhe të emergjencës edhe të zgjedhjeve të jashtëzakonshme, por po dua me ditë ku është çështja e buxhetit se kjo ndërlidhet pikërisht ne apo jo nuk mund të futni në funksion asnjë procedurë e cila nuk e ka të zotuar buxhetin paraprak për gjitha operacionet zgjedhore. Ndoshta në këtë rast edhe kryesuesi, po edhe ju si kryeshef, si drejtor, mund na informoni deri ku ka shku çështja e miratimit të buxhetit, sepse pa buxhet nuk mund të zhvilloni asnjë operacion zgjedhor, nuk mund të heni asnjë marrëdhënie kontraktuale. Prandaj edhe kisha dashur më ju pyet a është vonë mos ndarja e buxhetit deri në këtë kohë sa i përket operacioneve zgjedhore që ju do të përfundoni karshi edhe këtij vendimi që do ta morë? Po, i lirë, siç e djeni, me datën 25 nëntor 2025 KQZ-ja ka miratu planin e buxhetit për zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës. Ne me njerë të nesërmën ju kemi drejtu, do të thotë se kemi përmes kërkesës, përmes arkivës dhe përmes e-mailit e kemi dërguar në Ministrinë e Financave. Aktualisht nuk kemi asnjë njoftim lidhur me kërkesën që është parashtruar. Në momentin kur të marrim një njoftim të Ministrisë të Financave, ne do të njoftojmë dhe me njerë do të fillojmë edhe zhvillimin e aktiviteteve, për shkak që këto aktivitete nuk mund të fillu të zhvillohen pa pas buxhetin e ndarë prej qeverisë të Republikës Kosovës. Po aktualisht ajo që mund të thonë është që nuk kemi informata, megjithëse kemi kontaktuar me ta, edhe ata na kanë njoftuar që në momentin kur të kemi informacione konkrete ne do të njoftojmë. Kështu momentalisht nuk kemi diçka konkrete lidhur me buxhetin që ka miratuar KQZ, të cilën të njëjtën e ka dërguar dhe Ministri i Financave dhe punës dhe transfereve. Faleminderit, kryetar. Drejtore, keni formulimin rekomandim për zhvillimin e procedurave emergjente ekstreme. Cili është dallimi midis emergjente dhe cila ka qenë nevoja me u vendosur dhe fjale ekstreme, edhe nëse mundeni me na
e shpjegu çka nënkupton kjo ekstrem. Kjo është Ose ku e keni marrë? është përcaktim sipas ligjit për prokurorin publik, është terminologji, po procedurat emergjente ekstreme në kuptojnë procedurat, zhvillimin e aktivitetit të prokurorimit në kohë sa më të shpejtë të mundshme, që në mënyrë me i marrë shërbimet me kohë, sidomos ka të bëjë me kategorinë e mallrave të shërbimeve. Do me thënë e keni marrë, e keni vazu formulimin. S'është zbulimi juaj, okej, faleminderit. Dikush diçka tjetër, ona zë të kërteshi. Faleminderit kryesus, mos parim farë një quva nova. Në kuadër të këtyre krejt projekteve që janë, çështja e mjeteve u diskutua dhe gjumës, unë e kam të pika 3, është shërbimet postare për organizimin e votimit jashtë Kosovës për zgjedhjet e parakohshme për guvern, domethënë, dërgimi i pakove me fletë votimi, dërgimi materialeve zgjedhore, kthimi i materialeve dhe dërgesave postare me vlerën 3.609.000. Unë e kam një pyetje, domethënë nuk është çështje vlera, po e kam një pyetje sqaruese, ndoshta edhe vjen më vonë. Po si është puna e shtypjes së fletë votimeve, afateve edhe mundësisë për dërgim, sepse nëse ne këte miratojmë, edhe mundësia tash ndoshta ju na sqaroni edhe afatet, sidomos shtypja fletë votimeve dhe afateve, nuk e di më ndej a mund të arsyetohet miratimi i një buxheti të tillë për këtë çështje. Faleminderit. Buxhetin si tillë ka miratu Komisioni Qendror i Zgjedhjeve me 25 nëntor 2025, me çka pastaj sekretariati ka dërguar kërkesën, ashtu siç është miratu nga KQZ, ka dërguar kërkesën për mjetën në Ministrinë e Financave. Në lidhje me shtypjen e fletë votimeve, besoj që sot është kuadër të rendit të ditës në kuadër të shkritit për operacione zgjedhore specifikat për shtypjen e fletë votimeve, ku përcaktohet edhe shtypja fletë votimeve për votuest që regjistrohen suksesshëm për të votuar përmes postës. Sekretariati në mbledhjet përkatëse të këshillave të KQZ-s ka jap opinionin lidhur me këtë. Ajo që ka ne në kontakt me operator ekonomik, qoftë me postën e shpejt, qoftë me postën e telekomin e Kosovës, është që në kuadër të aktiviteteve të tanishme të planit operacional, është që në para datës 21 nuk mujmë me i dërgu fletë votimet tek votuesit jashtë Kosovës. Këto për e thënë duke u bazu në planin operacional që është i miratum nga KQZ-ja, se si që dini hudhja shortit të rënditin e subjekteve politike në fletë votim është me datën 8 dhjetor, me datën 10 dhjetor certifikohet lista votuesve dhe dikon orientimisht në këto data, pas këtyre 2 datave fillon edhe shtypja e fletë votimeve. Që përveç shtypjes, gjithashtu do të më konsideru edhe marrja kohë e transport derisa të vinë në Kosovë, një ditë merr kohë sortimi këtyre fletë votimeve në dërgesat individuale të votuesve jashtë Kosovës. E para se përket planit operacional, drejtori është mirë me na tregu kur ka qenë afati i certifikimit të subjekteve politike. Dhe në bazë planit operacional sot diun certifikimi i subjekteve politike është më ndodh dje më të parë. Apo është kështu? Po si shpejt, pastaj kam mund të përgjigjesh. Plani afati kohër për aplikim të subjekteve politike ka filluar me 24 nëntor, ka përfunduar me 30 nëntor. Që kjo afat nuk është plotësuar nga asnjë subjekt politik. Mirë, kur ka qenë afati, ka qenë me të parë. Subjektet politike kanë filluar me dërgu dokumente mbështetëse, shtesë dhe pas t'i afatit. Do thotë me të parën ka qenë afati për certifikim të subjekte politike në Komision Qendror të Zgjedhjeve. Po. Në rregull, faleminderit. Ka qenë me të parën, po si kanë përsu dokumentet. Unë po flas për planin operacional i cili nuk është as Bibel as Koran. Plani ndryshon varësisht prej nevojave tona. Po. Në rregull, faleminderit shumë.
Ne kemi bërë një buxhet cilën ja kemi dërgu qeverisë së Republikës Kosovës, e që sipas meje është përgjegjësia kryesore në prolongimin e realizimit të operacioneve zgjedhore. Tash, a me qëllim, a me propagandë për me pengu realizimin e procesit zgjedhor e veçmas disa operacione apo jo, por jo zoti kryesues do duhet ju drejtoni edhe sot me një shkresë, në mënyrë që sa më parë të ndahet buxheti. E dyta, nuk ka para që ka baraz vlerën e integritetit procesit zgjedhor. Do të thotë pavarësisht kostos së këtij procesi, mbi të gjitha është integriteti i procesit zgjedhor. Dhe unë kërkoj ka të gjitha aktorët në përputhshmëri me buxhetin i cili është miratu, më votu edhe rekomandimet, pa çka që po memorin do të me kthy mbrapa. A dini që në vitin 2017 kolega jo këto, po kolega i tina nga lëvizjave vendose e keni në PZAP ankesën që ka kërku pranimin e gjitha votave të ardhura nga Serbia që mos të hiqen nga rezultatet përfundimtare të cilat unë personalisht kam qenë për muhik. Këta kanë bërë ankesë në organet gjyqësore që ato vota të ardhura nga Serbia të përfshin rezultatin përfundimtar, po ashtu të kontrabandume për interesa ngushta politike. Prandaj po kemi memoren atë këgjët të këtjellët. Unë kërkoj që të miratohen rekomandimet të ardha